بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. Falenderojmë Allahun te bareke ve teala për mirësitë e shumta, me të cilat na ka nderuar, të cilat na rrethojnë çdo ditë, për të cilat thot Allah te bareke ve teala wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Edhe nëse mundoheni mi numru mirësitë e Allah te bareke ve teala, nuk do të keni mundësi të numrani ato. Po vazhdojmë aty ku kemi mbet me komentimin e kapitullit të etikës dhe mirësjelljes nga Sahihu Imam Buhariut, Allahu mëshiroft, të nën kapitulli i 19 në renditje, të cilin e ka titullu Imam Buhariu, Allahu mëshiroft, Ja'ala Allahu ar-rahmata 100 juz'in. E që i bjen Allah te bareke ve teala e ka ndar mëshirën në 100 pjesë. Dhe në këtë nën kapitull, Imam Buhariu, Allahu mëshiroft, e transmeton një hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nga Abu Huraira radhiyallahu anhu, i cili thotë kam dëgjuar të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam duke thënë: Ja'ala Allahu ar-rahmata 100 juz'in. Allahu e ka ndar apo e ka bër rahmetin, mëshirën e tij 100 pjesë. Fa amsaka 'indahu 99 juz'an. Dhe i ka nda të vetja e tij, pran vetës së tij, 99 pjesë të saj. Wa anzala fil ardi juz'an wahidan. Ndërsa në tokë e ka zbrit vetëm një pjesë të mëshirës. Do të thonë, këto janë mëshira të krijuame. Na e dim që ar-rahme, mëshira është prej cilësive të Allahut te bareke ve teala. Edhe nuk ka mundësi të jetë e krijuame, për shkak se është cilësia e Allahut. Allah është i pa fillim dhe i pa mbarim, është i pari dhe i fundit. Për atë arsye edhe cilësitë e tij janë të pa krijuame. Ndërsa këto rahmete që përmenden këto, e tregojnë ata në një hadith Buhariut, Allahu mëshiroft, në cilin thot Allah i ka kriju 100 mëshira. Do të thonë janë krijesat Allah xhalla xhelalu, mëshira e krijuame, jo ajo mëshira që është cilësi e tij. Fa min dhalika al-juz', thot prej asaj pjese që ka zbrit Allah te bareke ve teala në tokë, yatarahamu al-khalq. Gjitha krijesat mëshirohen përmes një mëshirës të vetme, cilën Allah te bareke ve teala e ka zbrit në tokë. Hatta tarfa'a al-farasu hafiraha an waladiha. Saqë edhe pela kur e tërheq lart thundrën e saj, prej frikës që mos të godet voglin e saj, është se shkak i kësaj mëshirës që Allah te bareke ve teala e ka zbrit në tokë. Këto janë 100 mëshira të cilat Allah te bareke ve teala i ka kriju. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, fund khashyata an tusibahu, prej frikës që mos ta godet të voglin e saj. E ky hadith e ka dhe një transmetim tjetër të Imam Muslimi, në cilën e ka një shtesë, në cilën Allah te bareke ve teala përmes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam na tregon që kjo mëshirë e detajzon hala më shumë. Thot inna lillahi 100 rahma. Me të vërtetë Allah i ka 100 mëshira. Anzala minha rahmatan wahida, e ka zbrit një prej tyre. Edhe tregon për kon. Bain al-jinni wal-ins. E ka zbrit këtë rahmet që mu mshiru me të e gjend nërmes veti edhe njerës nërmes veti. Wa baina al-bahaimi wal-hawam. Edhe krejt kafsht mshiron nërmes veti me që mshirë që Allah te bareke ve teala ka zbrit, edhe krejt insektet apo zvaranikët e vegjël mshiron përmes një mshirës të vetme që Allah te bareke ve teala ka zbrit prej fillimit kur i ka kriju njerëzit. Tash paramendojeni Allah te bareke ve teala çfarë mshira i ka lënë për veti 99 tjera që i ka kriju. Edhe plus shtesë më shumë mshirën e vet që ka si cilësi të pandashme tij. Subhanahu wa ta'ala. Për atë arsye, Allah te bareke ve teala thot: "Wa rahmeti wasi'at kull shay." Dhe mëshira ime e përfshin çdo gjë. Edhe si rrjedhoi kësaj Allah te bareke ve teala, jo pa qëllim e ka zgjedhur emrin e tij Ar-Rahman Ar-Rahim, që të filloj çdo sure me të përveç surës At-Tauba. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Këta janë emrat dhe cilësitë që përmenden më shumë. Thënë vazhdim pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, wal bahaim wal hawam, siç tham
kafshët dhe insektet mshirohen me këta. Fabiha yata'atafuna wa biha yatarahamun. Kretë këto krijesa me çit mëshirë të vetme tregojnë butësi, thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, në mesin e tyre. Edhe tregojnë mëshirë në mesin e tyre. Ndërsa në një transmetim tjetër që transmeton Imam Buhariu në Sahihun e tij, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: Inna Allaha khalaqa ar-rahma yawma khalaqaha 100 rahma. Ditën kur Allah te baraka ve taala e ka kriju çit rahmet, çit mëshirë, thot e ka kriju në 100 pjesë. Këtë hadith e tregon e përmend khalq, që është krijimtaria. Falau ya'lamu al-kafiru bi kulli alladhi 'inda Allahi min ar-rahma lam yay'as min al-janna. Sikur jo besimtari kish me ditë sa shumë ka rahmet Allah te baraka ve taala, kur se kish hub mëshirën, kur nuk e kish hub shpresën për mëshirës së Allah te baraka ve taala. Kush jo besimtari, al-kafir, të kish ditë sa shumë ka Allah te baraka ve taala mëshirë, edhe sa shumë i mëshiron njerëz ditën e gjykimit, thot nuk i kish hub shpresë as atij. Kish me menu dhe me shpresu që ka mundësi dhe mu po mfal ka Allah te baraka ve taala. Po në njëjtën kohë, në vazhdim thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Walau ya'lamu al-mu'min bi kulli alladhi 'inda Allahi min al-'adhab." Sikur të kish ditë besimtari se sa shumë dënim ka te Allahu te baraka ve taala, lam ya'man min an-nar. Kur s'kish nejt i sigurt me thonë në pështaj pe zjarrit të xhenemit. Kur s'kish nejt i sigurt, s'kish thonë vallahi unë jam i pështum, mu Allah ka më shpëtuar dhe s'kam me hin zjarrin e xhenemit. Sikur të kish ditë me bindje se çfarë dënimit madh ka Allah te baraka ve taala. Sa i përket këtij rahmeti që Allah te baraka ve taala e ka kriju, këto 100 pjesë të rahmetit që një e ka zbrit për tyne, lloji i këtij rahmetit përmendet edhe në Kur'an dhe në Sunet. Ndërton surën Ar-Rum, thot Allah te baraka ve taala: "Fanzur ila athari rahmatillah, kayfa yuhyi al-ardha ba'da mawtiha." Shikoje gjurmën apo gjurmët e mëshirës së Allah te baraka ve taala. Kayfa yuhyi al-ardha ba'da mawtiha, si e ngjall tokën pas vdekjes së saj. Çka është për qëllim këtu me fjalën rahme, mëshirë? Është për qëllim shiu. E ne e dim që shiu është krijesë prej krijesave të Allahut te baraka ve taala. Fanzur ila athari rahmatillah. Shikoj mirë pasojat e mira apo gjurmët apo rezultatin e rahmetit, mëshirës së Allahut, shiut. Kayfa yuhyi al-ardha ba'da mawtiha, se si ai e ngjall tokën pas vdekjes së saj. Inna dhalika la muhyi al-mauta. Ky është shembull që më shumë se një herë merr Allah te baraka ve taala për neve. Inna dhalika, ai i cili e ngjall tokën pasi që ka vdek, ai do t'i ngjall edhe njerëzit kur të vdesin. Wa huwa ala kulli shay'in qadir. Dhe Allahu xhalla wa ala është i plot fuqishëm për çdo gjë. Ajeti i ngjashëm është ajeti i surës Ash-Shura, në cilin thot Allah te baraka ve taala: "Wa huwa alladhi yunazzilu al-ghaytha min ba'di ma qanatu." Është Allah i cili lëshon shiun e shumt pasi që njerëzit dëshpërohen edhe hub shpresa që ka me ra shi. Wa yanshuru rahmatahu, edhe e përhap rahmetin e tij. Është për qëllim e përhap shiun nëpër tokë. Wa yanshuru rahmatahu wa huwa al-waliyyu al-hamid. Dhe ai subhanahu wa ta'ala është mbrojtësi, al-wali, al-hamid, i lavdishmi. Edhe një hadith në këtë temë që lidhet ngushtë me këtë temë është hadithi i Abu Hurairës radhiyallahu anhu, cilin e transmeton Buhariu dhe Muslimi, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë për xhenetin, kur ka fol për xhenetin, ju ka drejtu xhenetit dhe ka thonë: "Anti rahmeti." Ti je mëshira ime. Arhamu biki man asha'u min ibadi. Përmes teje e mëshiroj kënd du prej robëve të mi. Do thoni ka thonë xhenetit, cilën e ka kriju Allah te baraka ve taala, është krijesë prej krijesave të tij, ka thonë anti rahmeti. Ti je mëshira ime, arhamu biki man asha'u min ibadi. Përmes teje i mëshiroj ata që du prej robërve të mi. Në kapitulli i radhës është në kapitulli 20, në cilën thot Imam Buhariu, Allahu mëshiroft: "Qatlu al-waladi khashyata an ya'kula ma'ahu." Vrasja e fëmijës prej frikës se do të hanë, do të konsumon ushqim bashkë me prindin e vet. Ndalesat që kanë ardhur
mi vra prind fëmijët e tyre për shkak të frikës nga fukarallaku. Në kapitull Imam Buhariu sjell një hadith, është hadithi i Abdullah ibn Mas'udit radhiyallahu anhu, i cili thot: "Qultu ya Rasulallah, ayu dhanbi a'zam?" Kam thënë, o i dërguari i Allahut, cili gjuna është gjunaji më i madh? Kujt i kujtohet kur shkon dersën e parë, hadithi i parë në këtë kapitull është hadithi i Abdullah ibn Mas'udit, një sahabi, i cili e pyet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam: "Ayu al-amali ahabbu ila Allah?" Cila vepër është më e dashur te Allahu ja Rasulullah? Në këtë hadith prapë njëjti njeri e pyet: "Ayu dhanbi a'zam?" Cili gjuna është më i madh te Allah te baraka wa ta'ala? I thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "An taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak." Ti bësh Allah te baraka wa ta'ala ortak, të adhurosh dikën tjetër përveç Allah xhalla wa ala, kur e din që ai të ka kriju ty. Kjo është gjunahu më i madh. Dhe kjo është thirrje në adhurim përmes krijimit. Thirrje në tauhidin e uluhijes apo të ibadetit përmes rububijes. E që është një menhaj që Allah te baraka wa ta'ala qartazin e tregon edhe në Kur'an dhe në Sunet. Në fillim të Kur'anit kur thot Allah xhalla wa ala në surën Al-Baqara: "Ya ayyuhan nas u'budu rabbakum." O ju njerëz, adhurojeni Zotin tuaj. Me çka e cilëson Allahun? "Ya ayyuhan nas u'budu rabbakum alladhi khalaqakum." Ai i cili ju ka krijuar juve. "Walladhina min qablikum", ju ka krijuar edhe ata që kanë qenë para jush. Do të thonë i thirr në ibadet, në adhurim përmes krijimtarisë. "La'allakum tattaqun." Në mënyrë që ju të bëheni njerëz të devotshëm. Dhe i përmend tani disa veçori tjera që i ka Allah te baraka wa ta'ala. Dhe në fund ajetit thot: "Fala taj'alu lillahi andada", në fund ajetit dytë. Dhe mos i bëni shirk Allahu xhalla wa ala. "Wa antum ta'lamun." Mas pari thirr në adhurim përmes krijimit, e pastaj ndalon prej shirkut. "Fala taj'alu lillahi andada", mos i bëni Allahut shirk. "Wa antum ta'lamun", duke e ditë. Qysh është komentimi i këtij ajeti? Duke e ditë çka? Duke e ditë që Allahu është ai i cili ju ka kriju juve. Kur e dini që Allahu ju ka kriju dhe pranoni Allahun për krijues, atëherë ju do të edhe më adhuroni ata. Kjo është e para prej përgjigjeve që ka jep pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtë hadith të Abdullah ibn Mas'udit radhiyallahu anhu. Pastaj ibn Mas'udi thotë e kum pyet, e pastaj cili gjuna është më i madh? Mas këtij në renditje. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "An taqtula waladaka khashyata an ya'kul ma'ak." Që ta vrash fëmijën tënd prej frikës se ai do të hanë me ty. Prej frikës që ki marrë në varfëri. Edhe kjo ka ndodhur shumë shpesh përpara në popullin ku dërgu pejgamberi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahu xhalla wa ala për këtë gjë i ka zbrit dy ajete. Ajetin e surës Al-An'am edhe ajetin e surës Al-Isra. Edhe është interesant çfarë dallimi është mes këtyre dy ajeteve. Në ajetin e surës Al-An'am, Allahu xhalla wa ala i thret njerëzit dhe i tregon për disa gjëra që ka bëu haram. "Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum alla tushriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsana." I thot ejani, thuaj ejani që tregoj se çka ju ka bëu Allahu te baraka wa ta'ala haram. E para, shirkun ju ka bëu haram. E dyta, me usill keq me prindrit. E treta, në renditje, është wala taqtulu auladakum min imlaq. Mos i vrisni fëmijët tuaj nga frika e varfërisë. La taqtulu auladakum min imlaq. Falni, jo nga frika. Mos i vritni fëmijët tuaj nga varfëria. Do të thonë, jo jeni në varfëri, prind, edhe këta dy prind janë furnizuar me fëmijë. Allah i thot mos i vrisni prej varfërisë. Jeni të varfër, po mos i vrisni. Nga se nahnu narzuqukum wa iyyahum. Ne ju furnizojmë juve babën dhe nanën që jeni të varfër, po edhe ata fëmijët që tash kanë ardhur në jetë. Ndërsa në ajetin e surës Al-Isra thot wala taqtulu auladakum khashyata imlaq. Mos i vrani fëmijët tuaj prej frikës nga varfëria. Kjo është gjendje tjetër. Janë dy prind që nuk janë të varfër. Tash ju ka lind një fëmijë dhe kanë frikë që shkaku i fëmijës kanë mu varfëruar edhe këta. Qysh thot Allah te baraka wa ta'ala? Nahnu narzuquhum wa iyyakum.
Ne I furnizojmë këta fëmijë që ju po keni frikë se këta ja u bin varfrin, na thot Allah xhallahu ala I furnizojna, po edhe juve bashkë me ta. Kur pat varfri, Allah azza wa jall tha juve edhe ata. Kur s'pat varfri, po pat frikë, tha ata dhe juve. Pastaj në vazhdim prapë Abdullah ibn Mesudi, Allah I mëshiroft dhe qoftë I kënaqur me ta, e pyet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, e pastaj cili është gjunahi më I madh, mas këtij gjunahi I dytë, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, an tuzaniya halilata jarik, që të bësh zina me gruan e komshiut. E që është prej gjunaheve më të mëdha, zinaja në përgjithësi, ndërsa kjo zina me njerëz të afërt, qoftë familjar, qoftë koishi, dikush që ki lidhje të veçantë edhe të posaçme me ta, është prej gjunaheve hala më të mëdha. Allahu xhallahu ala padyshim që ndalon zinon në surën Al-Isra, thot wala taqrabu az-zina. Mos ju afroni zinas. Nuk thot mos bëni zina, po as mos ju afroni zinas. Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila, nga sa është vepër tepër e ndyt, edhe është rrugë shumë e keqe. Edhe në fund thot transmetuesi, jo prej transmetuesve të këtij hadithit, wa anzala Allahu tasdiqa qawli an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Thot Allahu jalla wa ala e ka zbrit ajetin vërtetues të fjalës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Këtë renditin që ka mi bo shirk Allahut, me vra një fëmijë ose një nefs, edhe me bo zina. Këta Allahu jalla wa ala ka vërtetu tani me ajet në surën Al-Furqan. Se në thëtë Allahu jalla wa ala, walladhina la yad'una ma'a Allahi ilahan akhar. Ata të cilët I përmend Allahu në fillim edhe njerëz tjerë do cilësi tjera, thotë robët e mirë të Allahut, gjithëmshirshëm janë ata të cilët ndërtajnë edhe këta. La yad'una ma'a Allahi ilahan akhar. Nuk I bojnë shirk Allahut azza wa jall. Wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah. E as nuk e vrojnë një nefs cilën Allahu ka bu haram e vra. Illa bil haqq, vetëm sa me drejt, kur është me drejt lejohet edhe vrasja. Wala yaznun, edhe nuk bojnë zina. A përsheni që ka rëndit, 1, 2, 3, sikur në hadith. Wa man yaf'al dhalika yalqa athama, kush do që bën këto, bën gjunah tepër të madh. Yudha'af lahu al'adhabu yawm al-qiyamah, ditën e gjykimit I shtohet atij dënimi. Yudha'af lahu al'adhabu yawm al-qiyamah wa yakhlud fihi muhana, edhe rën xhehenam për gjithmonë, I poshtruar edhe I nënçmuar. Edhe do njerëz tjerë I tregon Allahu xhalla wa ala, cilët pendohen edhe dalin prej këtij kërcënimi të madh. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan. Përveç atyre cilët bojnë tauba, e besojnë Allahun xhalla wa ala çu duhet, edhe veprojnë vepra të mira. Çka bën Allahu me këta? Fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat. Këto njerëzve Allahu xhalla wa ala veprat e këqija që kanë bë, shirkun, zinon, vrasjen e krejtja u kthen në vepra të mira. Wa kana Allahu ghafuran rahima, Allah është falës I madh dhe mëshirues I madh. Pastaj në vazhdim në kapitullin e radhës, cilën e ka emërtu Imam Buhariu Wad'u as-sabiy fi al-hijr, dhënia e foshnjës në prehër, e transmeton një hadith. Hadithin Aisha radhiyallahu anha, e cila thot wada'a sabiyan fi hajrihi yuhannikuhu. Kur e përmend pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e vuri një foshnjë në prehrin e tij. Yuhannikuhu, që t'ja fërkoj qelzën me lëng të hurmës. Kur të përtyp hurmën, është sunet me përtyp një hurme një njeri madh edhe me aly qelzën fëmis. Kështu ka bu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur kanë lind fëmijët e sahabive. Në këtë rast, thot Aisha radhiyallahu anha, fa bala alayhi. E ka pas më prehën të e majt, edhe të ja bo qafar e tehniki, thot. Thot Aisha, fa bala alayhi. Ka urinu ky fëmijë përmi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Qa ka bu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Fa da'a bima'in fa atba'ahu. I ka thonë dikujna prej njerëzve të pranishëm, bene do ujë, edhe e ka qitë ujnë që aty ku ka pas urin të foshnjës, edhe me që ka përfundu gjithçka. Për këtij hadithit shumë të shkurt, përfitojmë shumë prej moralit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mas pari shumë çfarë modestie ka pas. Fëmijët e vegjël I ka marrë, e ka përtyp hurmën, edhe ja ka bu këtë sunet e tehnik, edhe pse s'u konë fëmijë veti. Kjo e para. E dyta, butësia që ka pas ndaj fëmijëve, e që kjo mungon shumë, edhe ka mungun në kohën e pejgamberit alayhis salam, po edhe në kohën tonë.
E treta, durimi që e ka pas kur i ka ndodhur kjo që u kon shumë e papëlqyeshme për të. Nuk është e lehtë me të urinu një fëmijë, mi urinu dikujt prej neve, i thot hekmani çit fëmijë, ka për dikush bëhet nervoz. Pejgamberi sa sa veç ka thon bënë një do ujë edhe ka pastru. Edhe me çka që ka kry. Tjetër përfitim është edhe kjo që fadaa bima'in, e ka kërku ujin. Suçu me marr vet, por ka kërku ujin. Kjo thonë dietarët aludon që lejohet me kërku prej njerëzve diçka të vogël që ki nevojë për ta. E që s'mund me thonë nesër mas nesër unë ta ku bëhet që të mirë. Si me thonë dikujna aframa qatë libër, ose ama një gotu që të ose parkoma që të kërë, ose diçka që është të ngjashme. S'ka mundësi me thonë nesër vallon ta pa ta pru një gotu, ose unë ta pa ta bleni çokoladë ose diçka që është. Kjo lejohet. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka kërku prej të pranishme me apru da ujë. Mirë. Edhe diçka tjetër që përfitohet prej këtij hadithi është që papastërtia e urinës të fëmijëve të vegjël është papastërti e vogël, nuk është papastërti e madhe. Është papastërti e vogël saqë veç ja çet ujin për mi pak edhe s'ka nevojë as me la magat, as me fërku, as me shtrydh tani për shembull rrobën. Jo, është papastërti e vogël për shkak se ai fëmijë nuk han ushqime ndryshme. Krejt që ka bën është pinë qumsht në anës veç e që është i pastërt. Për këtë arsye është papastërti e vogël. Mirë, vazhdim në kapitullin e radhës e sjell prap një hadith. Ky në kapitull quhet wad'u as-sabi' 'ala al-fakhidh, në ngjashme, ula e foshnjës sipër kofshës. Jo në pranë, po në kofsh. Është hadithi Usame ibn Zeidit, radhiyallahu anhuma, babi dhe biri kon sahabi. Edhe dytë janë kon trobrum. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka liru edhe Zeidin dhe djalin e vet, Usame. Thot ky Usame radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'khudhuni fayuq'iduni ala fakhidhihi. Ka ndodhur disa herë thot pejgamberi alayhis salam ka marr edhe më ka ul në kofshën e tij. Të njëjna prej konve. Wa yuq'idu al-Hasan ala fakhidhihi al-ukhra. Dhe ka marr Hasenin, nipin e vet, e ka ul në kofshën tjetër. Ka marr dy fëmijë të vegjël, edhe pse ky Usame me këqyr historikisht nuk u kon shumë i vogël në çet rast, po i ka marrë të dytë dhe i ka ul njërin me një kom, tjetrën me një kom. Thumma yadummuhuma thumma yaqul. Pastaj ka marrë dhe i ka shtrënguar ata të dytë, i ka afru edhe ka thonë Allahumma arhamhuma fa inni arhamuhuma. O Allah, mëshiroj këta dytë se unë po i mëshiroj. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka mëshiruar, i ka marrë dhe kalu me ta. Edhe ka bëu dua për ta, subhanallahu, i ka mësu me lidh zemrën e tyre me Allahun te bareke ve teala, edhe pse në kund vogël. Ka bëu duan për aninë e tyre, Allahumma arhamhuma fa inni arhamuhuma. Kjo nëse tregon diçka, tregon modestinë edhe thjeshtësinë edhe butësinë edhe mëshirën e madhe që ka pas pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe ky rast që ka ulën kofsh Usamen edhe këtë foshkin Hasenin radhiyallahu anhu ecma'in, po edhe rasti para tij që ka urinu ai fëmia i vogël në prehrin e tij. Edhe raste të tjera ndryshme që i kena përmend deri tash, e që është rasti Ummu Khalid bintu Khalid ibn Sa'id radhiyallahu anha, ajo vajza vogël që kena përmend që ka ardhur prej Habeshës me babain e vet. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka pas disa rroba të cilat ka dashur m'ia vesh dikujt. Edhe ka thonë therreni Ummu Khalid, therrni kët çikën e vogël që ka ardhur prej Abisinis, prej Etiopisë. Edhe kur e kanë pru, ja ka vesh pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i ka thonë gjuhën e vet të Etiopisë, ka thonë sene, sa e bukur, sa mirë po të rënë që kërru. E raste ndryshme tjera, që është rasti tjetër që kena përmen, rasti Umame bintu Abil As ibn Rabi'. Edhe kjo ka qenë besa e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kena tregu rastin kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka dalë një herë namaz në xhaminë e vet Medine dhe ka fal namazin do e majt çit Umamen radhiyallahu anha në krah. Kur ka rënë ruku, thotë transmetuesi ka lëshuar tokë. Tani ka marr prap, kur ka rënë sejdë prap i ka lëshuar. Kjo është butësia që ka pas pejgamberi jon sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Edhe në kapitullin e fundit për sonte, që është 23, e transmeton Imam Buhariu një hadith vetëm, hadithin e Aishës radhiyallahu anha, dhe emërton në kapitull Husnul Ahdi min al-Iman, e që i bën kujdesi i mirë ndaj shoqërisë
është prej imanit. Aisha radiallahu anha thot, ma ghirtu ala imra'atin ma ghirtu ala Khadija. Asnjë gru se kum xhelozu Khadija radiallahu anha. E dim që dyjat kanë qenë gratë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, po e para ka qenë Khadija bintu Khuwailid radiallahu anha. Edhe Aisha bintu Abi Bakr. Aisha çika Abu Bakrit radiallahu anhum. ولقد هلكت قبل أن يتزوجني ب3 سنين. Thot ka vdek Khadija para se me martu mu pejgamberit sallallahu alaihi wasallam 3 vite. Lima kuntu asma'uhu yadhkuruha. Pse ka xhelozu çat shumë? Sepse e dëgjoja tek e përmendte shumë shpesh. Shumë shpesh e ka përmend Khadija radhiyallahu anha para Aishës radhiyallahu tabaraka wa ta'ala anha. ولقد أمره ربه أن يبشرها ببيت في الجنة من قصب. Edhe ka urdhru Zoti I tij pejgamberin sallallahu alaihi wasallam që ta përgëzoj Khadijën me një shtëpi prej margaritarëve në xhenet. Edhe kjo do të thonë ku diçka që u dallu me ta. Allah ka urdhëruar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam me përgëzu Khadijën me një shtëpi në xhenet prej margaritarëve. Edhe tash në fund subhanallah, kjo fjalia është që po na duhet neve, wa in kana la yadhbahu ash-shah. Sa herë që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka therr ndonjë dele, çka ka bëu me ta? Thumma yuhdi fi khullatiha minha. E ka marrë një pjesë delës edhe e ka shpërndarë shoqet e Khadijës radhiyallahu anha. Gruaja e parë që ka dek shumë më herët, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ka prej diçka prej bagtive, në del ose diçka, ka marrë copi tyne dhe ju ka qu hedije shoqeve të Khadijës radhiyallahu tabaraka wa ta'ala anha. Çaq shumë që e ka dashur Khadijën radhiyallahu anha, çaq shumë që I ka ndihmuar dhe I ka shërbyer dhe I ka nejt gati. Kurse ka pas kërkon fillim të shpallës, kur u kthy me frikë te shtëpia e saj dhe ka thonë mlomni me diçka, ajo ka mluar dhe ka thonë s'kam me të hub ty Allahu xhel. U kon njeri I parë që ka mbështet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në rrugën e tij të davetit tek Allahu xhel wa ala. Edhe pasi që janë përmend këtë hadith dy prej grave të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Khadija bintu Khuwailid dhe Aisha bintu Abi Bakr radhiyallahu anhuma, vlen të përmenden gratë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Sa I ka pas? 19 ka pas. Përgjithësi I ka martu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam 19 gra. Edhe I ka pas 2 robresha. Para se me vdek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kanë vdek 2 prej këtyre grave. E para është Khadija bintu Khuwailid radhiyallahu anha, që ka vdek në fillim, që kon gruaja e parë e që su martu pejgamberi alayhis salam asnjëherë derisa ka pas atë gru. Ka pas veç një grua dhe su martu kur derisa ka vdek ajo. Tani masani u martu me Saudën, edhe tani me gratë të tjera. Mirë, kjo ka vdek para se me vdek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe e dyta është Zeynebu bintu Khuzaimah radhiyallahu anha, dhe kjo ka vdek disa muaj para vdekjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ose disa muaj pas martesës me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. U martu me pejgamberin alaihi salam dhe ka nejt me të veç një kohë disa muaj dhe ka vdek. Ndërsa 9 gra tjera pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka vdek para tyne. Edhe pe këtyne 9 grave pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka pas marrëdhënie me 8 prej tyne. Pse? Se që Saude, gruaja e dytë, Saude bintu Zam'a, kur u vjetru pak, ka shku te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe ka thonë ja Rasulullah, unë e di që ti Aisha radhiyallahu anha don mas shumti. Po du që natën tem me jalon Aishës radhiyallahu anha hedije. Veç mos më shkurorëzoti mu, që me met mu krenaria dhe nderi që unë jam mas pari gruaja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe e dyta që jam nana e krejt besimtarve. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk e ka lëshu këtë gru, e ka marrë si gru, po nuk ka bo marrëdhënie intime me ta. Veç me 8 gratë të tjera që I ka pas. Ndërsa sa I përket robreshave, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam I ka pas 2. E para u kon Maria el-Qibtiyya, u kon e Egjiptit, edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me ta ka pas një prej djemve ti që u kon Ibrahimi. Ibrahimi I vogël që I ka vdek pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, hala pa I bo 2 vjet. Dikon 1 vjet e gjysmë ka pas kur ka vdek Ibrahimi I vogël.
kena tregu në ashtë rastin e kena përmend kalimthe që u mërzit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe ka qajt në këtë rast. Edhe e dyta është Rajhana bintu Zeid. Kjo ka qenë jahudike. Dhe njëherë prej herave pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u kon të ecë dhe i ka ardhur në ndjenjë që kjo grua ka pranuar Islamin. Edhe thirr dikush prej përmas. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qef në çat moment që mi ardh lajmi që kjo grua ka pranuar Islamin. Edhe vjen që njëri subhanallahu për ekzemp pejgamberin sallallahu alaihi wasallam që Rajhana bintu Zeid është bo muslimane. Kjo Rajhana radhiyallahu anha ka vdek pak para pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ndërsa Maria al-Qibtiyya radhiyallahu anha ka vdek mas vdekjes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, thuhet dikon në kohën e Omerit radhiyallahu tebaraka wa taala anhu. E sa i përket Aishës radhiyallahu anha, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot me një hadith që transmeton Buhariu dhe Muslimi prej Amr ibn al-As, kur e ka pyeti ka thonë ja Rasulullah, eju nasi ahabbu ilejk, cilt njerëzën më të dashur të ti ja Rasulullah. Njeri i parë që ka përmend ka thonë Aisha radhiyallahu anha. Si ka ardhur mërzi para burrave tjerë ose para Amrit, me tregu që njeri që mas shumë t'i dën është Aisha radhiyallahu anha. Pastaj ka pyet, ja Rasulullah, e mas Aishës, njeri i dytë që dën mas shumë ti? Ka thonë Ebuha, baba i saj. Abu Bekrin radhiyallahu anhu ka dashur mas shumë ti prej burrave, ndërsa Aisha mas shumë ti prej grave. Edhe për streti kur e ka pyet, kanë dën mas ani mas shumë ti mas Abu Bekrit, është përgjigje Omerin, djalin e Khattabit radhiyallahu anhu. Këta kanë qenë njerëz më të dashur të pejgamberit sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Edhe vlen përmendet që kur tham që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka pas 19 gra, edhe kur ka vdek i ka pas 9, kjo u leju për pejgamberin, dërgumin e Allahut sallallahu alaihi wasallam. Ndërsa e dim që për umetin e tij masanej ka zbrit ajetin në surën An-Nisa që kufizon këtë numër hala më pak. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum min an-nisa mathna wa thulatha wa ruba'. Martani gratë Allahut te baraka wa taala ka thon 2, 3 ose 4. Kjo është ka lejohet për umetin ton. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum. Nëse keni frikë, jo nëse dini sigurt, po vetëm nëse keni frikë që s'mundeni me marrë drejtësinë mes grave, atëherë martojini veç një gru, aw ma malakat aymanukum, ose marrni edhe ato që i keni robresha prej grave. S'ka problem. Thot Allah Jalla wa Ala për fundim të ajetit, dhalika adna alla ta'ulu. Nga se kjo është më e mirë dhe më e parafort që jo të mos bëni zullum dhe padrejtësi në mesin e grave. Nëse e dini sigurt ose nëse keni frikë që ka mundësi me bë zullum në mesin e grave nëse merrni më shumë se sa një, atëherë patjetër që duhet më mjaftu vetëm një gru. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.